fushata i dashur në Ramez e lyp një farë tahmini, me ditë kur me nis e kur me sus, byjës në favor të PDK-s. Kandidati i PDK-s Mitrovic është kandidati me paraqitjen më të mirë për këtë debateve në shkollë veni. PDK. Unë menoj që PDK mundet me humb Kaçanikun për shkak të përçamjeve të brendshme që janë pak a shumë të natyrës drenasit, ku po garojnë kundër vetvetes. Mirë po jam i bindun që mundën me rikthy Lipjanin. PDK vazhdon me kon subjekt serioz në Lipjan, kurse këtë herë edhe garojnë me një kandidat serioz, që është Shukri Buja. Përveç kësaj, edhe LVV e ka kandidatin serioz në Lipjan, gjë që e bën ballotazhin të pashmangshëm. Nëse ka ballotazh, Shukria fiton është parashikimi jam, sepse çështo është edhe dinamika ballotazheve. Zakonisht kur i dytë e i tretë janë bukur të fortë ata bëhen bashk, e ndajnë pushtetin, edhe e muin kundër kandidatin e tyre nëse është konë që një kohë gjatë në pushtet që është rasti me Imrin. PDK e fiton pa problem Ferizajnë, Skenderajnë, Vushtrinë edhe hanin e Elezit. Kurse fatkeqësisht ka humbë shumë teren komuna si Podujeva, Suareka, ku jo shumë kohë më parë në këto komuna o konë superfuqi. Prishtina vazhdon me konë enigma më e madhe këtyre zgjedhjeve. Urani është underdog këtu, ama nuk është krejt pa gjasa me më rride në ballotazh. I duhet me kalu një bjesht madhe, kalimi i tij në ballotazh kish me bo ma një favorit pa diskutueshëm në rundin e dytë, sepse komplet energjia debatit ish fokusu te befasia e zgjedhjeve. PDK si mas meje ka me urrit në Pej, ka me urrit në Gjilan ku i ka dy kandidat mirë, Arta Vokshin Pej e Riadin Gjilan. Votat e PDK-s në këto dy komuna mundin me përcaktua dhe fitusin ballotazh e gjithashtu qeverinë e ardhshme komunale. Befasit për PDK janë komunën e Klinës, të Mitrovicës edhe Drenasit. PDK mundet me i fitu të 3 këto komuna, ama mundet me i hub 3. Sipas meje, në fillim të fushatës PDK është konë bukur keq në Mitrovicë e edhe në Drenas. Mirë po situata ka fillu me ndryshu, mu përmbys në favor të PDK-s. Kandidati PDK-s Mitrovicë është kandidati me paraqitjen më të mirë për këtë debateve në shkollë veni, duke zvoglu dukshëm pecin, kurse në Drenas Ramizi ka fillu me humb shkelqimin dhe energjinë, sepse e ka fillu fushatën pak ma heret se sa është dasht. Fushata i dashur në Ramez e lyp një farë tahmini, me ditë kur me nis e kur me sus. Ramizi tash është ka përsëritet edhe është ka merret me PDK-n ma shumë se sa duhet. Ramiz, njerëz mundën mos me dash në Drenas filan kandidati, po PDK-n e dojnë. Pra, jetu i hub kohë shumë të jeshajt PDK-n. PDK është Hashim Thaçi. Në Klin, i shkon befasine se Sokol Bashota rikthehet në pushtet pas 8 vjetëve. PDK është parti e fortë në këtë komunë, mirë po kandidati i AK-s, profesori Zenun Elezaj, është më i pranueshëm se Sokoli për momentin. Paraqitja e Elezajt në për debatet e deritashme është konë ma cilësore se ajo e rivalve ti nga fshati Cerovik. 3 kandidat tjerë të Klinës janë për Cerovikët, për një fshati. Fshatit Kojshi, Çabiqit.